Spitali i Gostivarit ka pranuar një donacion me produkte higjienike për fëmijët, të cilët do të jepen në përdorim repartit të pediatrisë. Ky donacion ka ardhur nga shoqata Vitezovi Osmeha nga Novi Sad i Serbisë, ndërsa urlidhëse ka qenë qendra për autizëm Blue Puzzle nga Gostivari. Ky donacion është dhuruar fillimisht për qendrën Blue Puzzle, pasi e njëjta javën e kaluar ka dalë qendra më e vlerësuar për punën e saj në një kompeticion që është zhvilluar në Serbi e ku kanë marrë pjesë të gjitha shtetet nga ish Jugoslavia. Valone Mini, drejtuesi i kësaj qendre, sqaron se ato nuk kanë pasur nevojë për këtë donacion, prandaj të njëjtin e dhurojnë për spitalin e qytetit. Ne arritëm të fitojmë 57.7% votat për një histori suksesi dhe për atë se çfarë është bërë me qendrën tonë, kështu që defektologu jonë i mirënjohur nga Novi Sad i zotëri Nebojsha vendosi që ta vizitoj qendrën tonë dhe për hir kësaj vizite vendosi që të bëjë një donacion me disa mjete të cilat do të ishin të mirëseardhura për repartin e pediatrisë. Ne pam se qendra jonë nuk kishte nevojë për këto mjete dhe vendosëm që të njëjtin donacion t'ja bëjmë repartit të pediatrisë. Nebojsha Nikolić nga shoqata Vitezovi Osmeha, e cila punon për mbrojtje sociale të kategorive të rrezikuara dhe me të ardhurat të ulta në Serbi, tha se përmes këtij donacioni dëshirojnë të japin mbështetje për foshnjët e sapo lindura në Gostivar dhe uroj që bashkëpunimi të vazhdojë edhe në të ardhmen. Naše udruženje u saradnji s partnerskim udruženjima i globalnim donatorima u Shoqata jonë bashkëpunon dhe është shoqat përgjithëse në Serbi për zhvillimin e këtyre donacioneve tashmë një vit e gjysmë. Në Gostivar kemi ardhur për një vizitë zyrtare në qendrën për autizëm Blue Puzzle. Pastaj, me iniciativë të Valonit, vendosëm ta vizitojmë edhe spitalin dhe të bëjmë donacion me produkte higjienike për foshnjë. Me këtë gjest, dëshirojmë të japim mbështetje për nënat lehon dhe foshnjët e lindura në Gostivar. Sigurisht se shpresojmë që kjo gjë të sjellë gëzim dhe bashkëpunim mes shoqatës sonë Vitezovi Osmeha me Gostivarin. Drejtori i Spitalit të Gostivarit Besnik Zeqiri shprehet falendërues ndaj qendrës Blue Puzzle dhe shoqatës Vitezovi Osmeha për donacionin. Ne sot jemi mbledhur për të falendëruar një herë zotrin Valonin nga Blue Puzzle, gjithashtu edhe zotrin Nebojsha nga Novi Sadi që sot janë këtu për ne, domethënë për qytetarët e Gostivarit, konkretisht për fëmijët e Gostivarit dhe kanë një donacion i cili është për repartin pediatrik, që është i mirëseardhur sepse gjithmonë e kemi thënë, fëmijët janë ata të cilët ne i kemi hapësit dhe shohim gjithmonë që ata të jenë prioritet në jetën tonë, domethënë si qytetar apo si prindër. Kështu që edhe një herë falenderojmë edhe Blue Puzzle, edhe zotrin nga Novi Sadi që sot e kanë paraparë që në spitalin tonë apo në repartin pediatrik ta bëjnë këtë donacion me ushqime për më të vegjël për fëmijë dhe produkte tjera të cilët nevojiten gjatë hospitalizimit kur janë në spital. Shoqata Vitezovi Osmeha ka dhuruar edhe mjete didaktike për integrim shqisor dhe intervenime psikologjike për qendrën Blue Puzzle, si dhe ka dekoruar me certifikat këtë qendër për punën e saj. Ndryshe, qendra Blue Puzzle, ko më paru, zgjodh qendra më e mirë për vitin 2024 në Republikën e Maqedonisë së Veriut në sferën e mbrojtjes, arsimit dhe rehabilitimit të personave me aftësi të kufizuara nga fondacioni prestigjos Dr. Ljupço Ajdinovski. Kjo qendër filloi me punë më 2 prill të vitit 2022 në ditën ndërkombëtare të personave me autizëm.